Prandaj nëse kthehemi në ajetet e para që i kanë zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Mustafas alaihi salatu wassalam, atje kemi formulën se si duhet me çu jetën. Atje kemi formulën si duhet me kuptu menhexhin, metodën e Muhamedit alaihi salam. Atje kemi se nga duhet me fillue, si duhet me përfundue, si duhet me vazhdue, si duhet me u thellue dhe si duhet me u edukue. Prandaj është keq, është marrë, është turp, është nguti, është ignorancë me u marrë me çështjet e cilat janë më të mëdha se na. Sot teknologjia ta ka mundsu, interneti ta ka mundsu. Pasha Allahun është tamam sikur pema e ndaluar që Allahu e ka ndaluar Ademit alayhis salam. Me u marrë. Me atë pemë, nëse sot na e kemi mundësinë dhe teknologjinë dhe kena mundësi me u marrë me libra dhe çështje të cilat janë më të mëdha se na dhe nuk kemi të përgatitur. Prandaj, një ndër problemet më të mëdha që i kemi në umet se fillojmë me komentu Kur'anin na sot prej ajeteve të Medinës. Fillojmë me komentu Kur'anin prej ajeteve që akoma xhamati nuk është përgatit. U flasim në çështje fikhore prej çështjeve të cilat nuk i dinë ata. As nuk janë të pjekur, as përgatitur, as të matur me i ditë. Si informat i marrin, po si përgatitje nuk i kanë. A kena mundësi me paramendu? Nëse Allahu kishte zbritë Muhamedi alayhis salam ajetet e surës Baqara në Mekë. Kur'an është ajo. Suratul Maide me pas zbritë Muhamedi alayhis salam në Mekë. Ajet është Kur'an është ajo. Suratul Tauba me pas zbritë Muhamedi alayhis salam në Mekë. A më në paramendu? Kur'an është ajo. A ka dikush kundër kësaj? Është Kur'an? Dhe ti nuk mundesh me thonë, por Allah nuk ka zbriti. Allah nuk ka zbriti ato. Unë nuk them që sot muslimani mos me lexu, se është pjesë e 114 surave. Kur e mëson hifzin tamam. Mirë po te komentimi, te shtjellimi, te tematika që i zhvillojmë në kohën e sotit, te temat që i bëjmë për ditë na, te temat që na dalin në ligjëratat ndryshme, libra që i lexojmë, fusnotat, përmbajtjet e librave që i kemi, duhet të jenë këto përmbajtje të surave të Mekkës, të cilat koncentrohen gjithherë në sjelljet më të larta, në virtytet më të larta, në besimin në botën tjetër. Boshti kryesor i surave të Mekkës është besimi në botën tjetër. Sa shumë ka nevojë njerëzia për besim në botën tjetër, sa shumë kanë nevojë njerëzit subhanallahu sot për me i bind për botën tjetër, për t'u folë, sa shumë kanë nevojë muslimanët sot. S'po flas për një besimtar, muslimani sot, hoxha, sa shumë ka nevojë me i fol për botën tjetër. Sa shumë kemi nevojë me na lidh diçka me botën tjetër. Sepse nëse lidhemi dhe harmonizohemi me botën tjetër, i kena besuar edhe Allahut si duhet. I kena besuar edhe xhenetit si duhet. I kena besuar edhe xhenemit si duhet. I kena besuar edhe peshorës si duhet. Rregullohemi si njerëz.